Hor, selam aleikum. Ka pirë këto 3 ditë, thot alkool. Am lejohet, thot, të shkoj në xhami? Aleikum selam wa rahmetullah. Pirja e alkoolit është një prej mëkateve më të mëdha. Zoti i gjithësisë e ka ndaluar pirjen e alkoolit në Kur'an. E për sa i përket një person i cili ka pirë alkool, pra dje, ose para një jave, a duhet të shkoj ky njeri në xhami? Po, duhet të shkoj. Pendohu tek Zoti i gjithësisë, reflekto, shko në xhami. Allahu i lartësuar i do ata që pendohen. Kështu na tregon Zoti i gjithësisë në Kur'an. Dhe lutë Allahun e lartësuar të falë, se Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Ud'uni astajib lakum", lutmoni mua të përgjigjem ju. Dhe hiq dorë për hir të Zotit prej mëkatit. Se dije që Zoti i gjithësisë të shpërblen nëse ti kthehesh dhe pendohesh tek ai. Nëse ti e le diçka për hir të tij.